Mos humni rastin për të parë paradën shqiptare në New York të shtunë. Parada shqiptaro-amerikane nga gjithë Shtetet e Bashkuara pritet të mbledhet të shtunë në New York në një nga festimet më të mëdha të trashëgimisë shqiptare në Amerikë. Parada vjetore Albanian Roots rikthehet në Manhattan me 20 qershor, duke bashkuar familje, organizata të komunitetit, biznese, artistë dhe grupe kulturore në një ditë të mbushur me krenari shqiptare. Presmarsit pritet valvizjen flamur të Shqipërisë dhe të Kosovës, të performojnë valle folklorike që festojnë historinë e pasur të rojeve shqiptare. Gjatë viteve parada është ndruar në një nga ngjarjet më të rëndësishme në komunitetin shqiptar nga New Yorku, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Massachusetts e më gjërë. Organizatorët thonë se qëllimi i këtij viti është promovojnë kontributet të shqiptaro-amerikanëve dhe forcojnë lidhjet mes brezave të lindur në Shtetet e Bashkuara dhe rrënjëve të tyre shqiptare. Për shumë pjesëmarrës, kjo ngjarje është më shumë se një festë, është një mundësi për të treguar identitetin shqiptar në një nga qytetet më ikonike të botës.